Brukseli po angazhohet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Eurodeputetja suedeze me origjinë shqiptare, Arba Kokalari, tha për ABC News se vendi ynë ndodhet në një moment të rëndësishëm sa i përket integrimit, duke marrë në konsiderat dhe shpejtësinë për hapjen e grup kapitujve. Sipas saj, ambicia e qeverisë për mbylljen e të gjithë grup kapitujve brenda 2027-s është e realizueshme. Unë shoh që Shqipëria është e bindur, edhe gjithë shqiptarët e duan Shqipërinë në BE, edhe unë tashi në Bruksel shoh që ka një angazhim shumë të madh edhe nga Bashkimi Evropian që ta fusi Shqipërinë në BE. Është e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian që gjithë shtetet evropian të jenë bashkë, sepse kemi sfida shumë të mëdha nga Rusia e shtetet autoritere që nuk e duan BE, nuk e duan Evropën. Kokalari kërkoi nga palët politike të lënë pas mosmarrëveshje dhe të punojnë së bashku për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kjo sipas saj edhe për të përmbushur ëndrrën e qytetarëve shqiptar, 90% të cilëve mbështesin antarësimin në familjen evropiane. Ato sherrët politik që kanë brenda këto, është e rëndësishme tashi që të dy palët të punojnë bashkët për shqiptarët edhe për të ardhmen e Shqipërisë. Kjo gjë nuk është gjë politike, është gjë për të ardhmen për gjithë shqiptarët edhe për fëmijët që do ta zhvillojnë këtë shtet, edhe unë shpresoj që të dy palët do punojnë bashkë, që së bashku t'i përputhin ato kriteri që ka BE-ja që ta fusin Shqipërinë brenda në familjen evropiane. Në dhjetor, Shqipëria pritet të çelë grup kapitullin e fundit të negociatave, atë për çështjet e bujqësisë, ndërsa më herët janë hapur grup kapitujt e themeloreve, marrëdhëniet me jashtë, tregu i brendshëm, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Shqipëria ka sinkronizuar orët me Bashkimin Evropian në përmbushje të një plani të detajuar reformash për të bërë antar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian brenda 2030-s.